Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sot në një tjetër puntat Koha për të folur. Dhe bashkë me ne në studio është Elio Patoku. Kënaqësi. Përshëndetje. Përshëndetje. Kur po flisja me ty, në fakt, më the disa gjëra për veten tënde, edhe një nga gjërat që më the ishte që je marrë me shërbesën e fëmijëve dhe të adoleshentëve. Po. Por më the edhe një gjë shumë interesante për shkollën, që a mund të të pyes për atë në fillim? Po. Që ti kishe bër gjimnazin për diçka me punim druri? Po, shkollë profesionale, ajo shkollë profesionale që përfshin disa zana të ndryshme, nga ndërtimi, mekanika, përpunimi i drurit ose në gjuhën popullore marangoz. Okej. Po dhe Jezusin e kishim marangoz, kështu që por nuk ishte zgjedhja që kisha ndërmend. Okej. Në fillim kisha shkuar në lice për pikturë, për të bërë konkursin, nuk e fitova atë, ose thash ok, dikit e hoteleria. Për pjesën e kuzhinës se këto, as atje nuk shkova. Edhe rastisht që isha bashkë me një shok dhe i tha, shife, tha shkoj herë tek Karl Gega. Po mi thash hajde hikim, shkoj atje, pyes çfarë degësh ishin të lira edhe ca të afërm dhe ca miq më thoni shpesh pjesën e këtyre të makinave. Edhe pse unë s'e kisha haberin fare makinave, unë akoma s'e kam haberin. Edhe pyes atje, pa në atë kohë doli dhe kjo pjesa një skandal që ato për merrni lek për pjesën të regjistruarit. Okej, kështu që ishte një periudhë e tillë, po. Edhe pyeta, okay, çfarë degë ka të lirë? Na i tha është përpunimi i drurit, edhe më duket hidraulika, çka e tillë. Po mi e thash, okay, më regjistroj tek përpunimi i drurit. Nuk është se kisha me qef, sidomos me një shkollë ku kishte vetëm çuna. E kuptova. Shkollë që nga ato çfarë kisha dëgjuar, shkollë problematike. Por që nga e krava tham doli më mirë. E kuptoj. Më doli më mirë, hyra të bukur se kur hyra në gjimnaz, hyra me një mesatare shumë dollët. E kisha më duket ka 6.5. Por ku dola me mesatare 8.1, çka e tjetër, që mund kisha dalë dhe më mirë, por që është goxha rritje se je në gjimnaz, nuk je më në Po. Dhe po siç ndodh në gjimnaz ato vitet e fundit që filloi çik. Po. Jo po përtesat me hike, jo po se sprish punë. Ashtu shkoi ajo pjesë që mund të dalë shumë më mirë, por që shumë qartë. Edhe më sa dola i kënaq. Super. Edhe po fillim fare thash, okay, hajde thjesht të marroj si shkollë, edhe pastaj çat dali. Për të vazhduar në një punë, diçka e tillë. Ose funi thash do vazhdoj si vllai ushtarak edhe unë. Por që më hyri në qef, edhe për kraje nga një nga profesorët e mi e kisha për shkak se mësoja. Po. Edhe mendoj që të jepi, se duke qenë se po. Deshe pikturën. Po, plus që unë jam rrit duke një qëndruar babit nga mrapa, ai ka pas punu ndërtim me shumë zanate, edhe do i dia gjërat. I ke një ide. E kisha një lloj përgatitje, një lloj ideje se çfarë ndodhte gjatë punës e këto. E se kisha shumë të vështirë për shtat. Marrova atë, pastaj ishte për të vazhduar universitetin, që në fillim fare se kisha ndërmend me vazhdu, se thash kjo ishte kur hyja vit parë gjimnazi. Po. S'kam për t'ja dal. E kuptova. S'kam për t'ja dal që unë të shkoj deri në universitet. Dal ta marroj këtë një herë pastaj. Të bëja provimet e lirimit, të dilça mirë, ato të maturës. Të maturës dilça mirë këto. Edhe por që nga që doli, kjo është edhe për shkak për kraje që kisha edhe nga miqtë e mi në kish, që më ndihmonin goxha. Edhe kur do vazhdoja universitetin, ishte midis akademisë ushtarake, edhe të vazhduara për të njëjtin deg për inxhinieri për punim druri. Me dhe ishe çik në dilemë për çfarë të vazhdoja. Këtë zgjidhja. Për shkak se akademia ushtarake, siç e dim, është punë shteti, ke shumë mundësi, siç i thonë edhe këto. Je deri diku më i mbrojtur, mund të them. Nuk të hiqeni nga puna, ke ato lejet e tua, ke çdo gjë aty, thjesht të ikësh të bësh shërbimet, punën që ka për të bërë një ushtarak, edhe aq. Kurse këtej nuk është se kishe shumë të sigurt për pjesën e punës, se ti unë se dia fare të rregullin e punës herë.
Vërtet. Të asajt, asa kisha një gjuhë që ekzistonte inxhinieri për punim druri. Edhe kur u regjistrova, kur bisedoni me njerëz më pyesin për çfarë vazhdova universitetin, po ja thash kam vazhdu për inxhinier për punim druri. Çfarë tha? Prej droti tha? Po. Edhe Fakt, unë se dija që ekzistonte një gjimnaz i tillë profesional, me thënë të vërtetën derisa më the ti. Po. Nuk e dija që ekzistonte, thash po pse e kemi? Nuk e dija që e kishim. Ja që edhe unë fillim nuk e dija fare, vetëm kur ika atje zbulova, pas në zbulova që kishte edhe shkollë të lartë për atë. Dhe shkollë të lartë për atë punë. Që ishte një nga fakultetet më të vjetra. Okej. Që është në Universitetin e Bujqësor Tiranës. Okej. Ajo. Edhe okej. Ika u regjistrova edhe siç thash kur pyesnin, po ti do presësh dru inxhinier druri ti, pa ti dalë dhe një meme atëre që ja bote njëri tha. Ja tha, unë do bëjmë inxhinier druri, tha do ir pres dru. I ftyrën vite, i ftyrën mikte. Qa ti them ty tani, si ti ja shpjegoj që unë po kam një profesion tamam, po kërkon punë nga ana ime, kërkon krijimtari nga ana ime, nuk po i thjesht të pres drun atje. Shumë, unë nuk e mendoja ashtu, se përshifsha edhe pjesën e lëndëve, këto thosha hase. I pjesë tyre të lëndëve unë i kam bërë. Po. Edhe në gjimnaz, edhe ja kam iden. Por kur vazhdova ishte komplet gjë tjetër. Ta bëj një pyetje. Se më falë nëse ndërpreva. Të rinj tanë sot, po ta kesh vënë re, jo të gjithë, po kanë ato idetë e tyra se çfarë duan të vazhdojnë dhe janë ndoshta për biznes. Do vazhdoj për financë, do vazhdoj për mjekësi, do vazhdoj për para disa degë që janë shumë të mirënjohura. Po. Edhe duket pak si tabu, po të vazhdosh për diçka që nuk ka lidhje me asnjërin prej këtyre. Edhe duket sikur nuk ke ambicie për jetën, duket sikur po ti të vazhdove këtë për shembull, pse vazhdove biznes, kishte bër lek. Po. Edhe në vetvete nuk thuhet, po të gjithë e mendojnë. Janë këtë ky shikimi gjykues që ti vazhdove këtë, pse vazhdove financë, ose pse futë punë me një vend, ose ideja është vetëm që të gjenerojmë. Të gjenerojmë të ardhmë, po. A mendon që është e rëndësishme që të rinj tanë sot të mos merren, sepse ne kemi nevojë për njerëz në çdo aspekt, domethënë në çdo vend të mundshëm pune. Ne kemi nevojë për ata hidraulikat, ne kemi nevojë për ata që na rregullojnë makinat, ç'do bëjmë pa ata që na rregullojnë makinat. Pra, a mendojnë që çdo profesion ka atë të veçantën e vet dhe nuk do të thotë domosdoshmërisht që është mungesë ambicie, po është thjesht dëshira për të bërë një gjë? Në fakt, unë do thosh është mungesë orientimi. Që nuk i drejton siç duhet, për shkak se shohin shumicën që janë juridik, ekonomist, pjesë e mjekësisë, edhe thënë du të vazhdoj këtë se kjo ka të ardhura. Okej, ka të ardhura, jo vetëm ajo, për çdo profesion ka të ardhurat e veta. Duke qenë pjesa e profesioneve, që janë ato që përmendet ti hidraulik, elektricist, marangoz e tjerë, ato janë më të kërkuara sot. Janë shumë më të kërkuara për shkak se para herë nuk mund t'ja lësh do kujt dorë. Një elektricisti duhet të jetë i përgatitur, ndryshe. Ose natën e mirë. Ta dojë gjithë shtëpinë. Po. Ai marangozi s'ke më drita për gjithë jetën pastaj. Ajo marangozi duhet të di se çfarë materiali do përdori. Si do përdori, se ka nga ato që thonë o burra se draso, që ajo ti nuk përdor dras, po ti përdor plak zdrukthi, që nuk ja din as emërtimin e materialeve që përdorin. Po, vërtet. Dhe kjo është komplet temë tjetër pastaj. Ose janë pjesa e mekanikës, shumë tjera që ti e ço për të rregulluar diçka, edhe kur të vjen më keq se çova në fillim. Të vjen më keq se që kishe. Dhe prandaj është e rëndësishme. Unë pata mundësi goxha, se unë pata bërë dhe praktikat gjatë kohës kur isha në gjimnaz, por edhe në universitet, edhe duke qenë se ne ishim pak veta, atëherë u hap edhe dega për interior design. Ishte për punimi druri dhe interior designin, por që ne mësimin i bëshim bashk, vetëm lënë specifike që i kishin degët, u ndanin. Dhe llogaritë përfundonin që në orën e fizikës atëherë ne bëshim online, si ishte koha pandemisë. Përfundosha vetëm unë tek pull. Nuk e vë mësim me zyshën online. Edhe thash, Qa po bëj këtu? Si kam o zysha prit se ku janë të tjerët. Edhe pastaj kur bashkoheshem me klasën, filloshim ato
Edhe njifsh edhe njerëz të tjerë, por edhe shikoje edhe pedagogët të kishin parë, edhe nga pjesa e online-it, kush ka qenë më aktiv. Përgatitjes, ata shohin përgatitjen gjithmonë. Shohin përgatitjen dhe paktën në kohën e online-it të bëshe mekanik teorike ku futet matematika dhe fizika bashk, ishte çike vështirë. Po që për çudia arrija ta kuptoja online. Edhe nga kjo pjesa thjesht kishin dëgjuar emrin, dhe kur shkoja në në auditor pastaj, ato kishin komplet qendrim tjetër ndaj meje. Edhe grupit që ne ishim 5 veta që qëndronin bashkë për shkak se mësonin më shumë edhe ishim, si më thëmë, kishim zënë rahat me njëri tjetrin edhe ishim. Përveç se kishim zënë rahat me njëri tjetrin, ishim për shkollë. Se është edhe kjo që shumica sot e vazhdojnë atë universitetin për të marrë një karton që s'ka për të hyrë punë, se ai të shef sa di ti. Edhe sa i zoti jenë në zanat pastaj. Se ndryshojnë. Të jesh zanatçi, do thotë ti ditë punosh, po të jesh inxhinier është të kesh edhe njohurit, po edhe pjesën praktike, ti përmbledhesh bashkë. Edhe ky ishte problemi që ato klasës ta nuk i kishin. Kuptoj. Ishin më shumë më mirë vazhdoje marro atë një vjeçar profesionale, edhe mund vazhdosh punosh më rehat se sa ti futesh gjithë këtyre peripecive, e ku vje puna pastaj përfundoshin që ngelnin. Edhe po hajde më ndihmo, jo po e ke bërë këtë projektin ti, që fund fare duhet t'i ndihmoj njerëzit, por deri në këtë pikë ti ai personi që rri deri vonë duke zgjidh ato ushtrimet, duke bërë projekte, duke nxjerr syt para laptopit, dhe të vit tjetri të thotë, se i ke boti, je çuni i mirë ti, ma jep edhe mua. Edhe këtu mund digjesh edhe vetë, edhe këtu shpëtova në një moment se ti e thua atyre, unë po ta jap, por vetëm ndryshoj vlerat. Ndryshoj vlerat vetëm 2 faqet e para, faqet e tjera ishin po risoj, edhe vetëm kur ja bëri pedagogu, faltia ke dhënë këtë, di që të ngel për këtë. Edhe isha vetëm mos më lutem mos. Se lutem se nuk kush vje për mvjesht. Se ky ishte problemi, se duhet ta bëje projektin nga e para, pastaj siç vazhdojnë të universitetet tona, jo po e ke bler librin, jo po e ke bë këtë, e ke bë atë. Po, e kam parasysh si. Edhe shkoi historia shumë e gjatë. Por që në fund fare ku marrova bachelorin, bashkë me masterin, ne ishim vetëm 2 veta. Vetëm 2? 2 veta, kërkes pune, pata goxha. Okej. Me kompanit mëdhaja dhe me kompanit vogla, edhe akoma kësaj dite, edhe nga pedagogët e mi, më dërgojnë mesazhe që shive se është një filan vend. Po, një vend pune e hapur ose një vend për ty që të shkosh të punosh, edhe pjesën e Erasmusit që bërë në Turqi. Fillim fare nuk është se kisha me qef, se isha duke punu, edhe thash s'kam dërmend të rrit lëviz tani, jo po hik, e pastaj gjesh punë tjetër, se ka ta ngarin e vet. Po që jo, do hikësh, pa e diskutuar 2 herë. Si ishte për ty eksperienca? Ishte një eksperiencë e bukur, po dhe sfiduese. Sfiduese jo për shkak kulturës atje dhe njerëzve atje. Por nga një herë të tut janë më keq se të huajt. Unë ika me disa djem shqiptar. Por që ato të 2 njivesh, se ishim po nga njëta klasë. Unë isha I vetmi person që s'kisha lidhje në sensin që kam marrë për shkollë, po nuk është se unë isha jashtë grupit këtyre. Thjesht është edhe ky i masterit dhe hajde, është net. Edhe fillim kur i shef njerëzit thu që janë të mirë. Do kryejmë shoqëri, do e menaxhojmë. Po kur i njeh pastaj që rastis me këto situatat, ti ngel edhe thu lali se konse. S'përshtatesh me mua në këtë pikë. Po pastaj u detyrova disi tu përshtatja, por jo duke bërë kompromis me vlerat e mia, me atë çfarë besoj edhe sjelljen time që kisha. Po nuk je as 100% rehat pastaj, domethënë. Nuk je, për çfarë nuk je? Jo. Mësohesh ta menaxhosh situatën, po që thua që je rehat ose jam shumë i lumtur ose sa lumtur këtej sa bukur këtej nuk është. Ja. Është thjesht ta më shty. Ajo ishte thjesht për ta shty. Po.
por që thjesht nga një gjë që mësova pak nga kjo pjesë është dhe durimi goxha se ti jesh me U trajnove në atë fushë mirë. një nga ato që unë kam pasi çik problem edhe u trajnova goxha mirë. Edhe duke qenë se janë persona që ti nuk i njeh, kanë ato huqet e veta, është shumë kollaj paktën me çunat për i fjalë goje, fillon Prishesh, po. direkt. Edhe ti je në këtë pikën që okay, për të zi është shumë kollaj, po. Mendoj çik më mbrapa se ti po jeton me këta. Ne nuk jetonin konvikt, po kishim marrë një shtëpi që jetonin të tre bashk. Edhe më fal, ku do shkoje? Ku do shkoje? Edhe që kështu nga i krahas i themi neve gjuhën popullore dhe bëje derri ndaj, se s'kishte çfarë bëje. Ne jemi në Turqi se nuk jas në Tiranë, për shembull, Tiranë nëse e gjen mënyrën, po Turqia nuk është diu sa herë më madhe se Shqipëria, kështu që prandaj duhet me mendu gjëra të mira atëherë se nuk bëhet dot. Po. Ajo ishte gjithë ideja që para se të veproje duhet mendohesh. Po. Por që ishte eksperiencë e bukur me pjesën e pedagogëve atje. Ja kam kalu goxha mirë, fitova simpati. Për shkak se thjesht nuk unë kisha shku për të bërë diplomën. Edhe pavarësisht se nga 5 muaj që nejta 2 javë bëra shkollë. Ato 2 javë më morën me sy të mirë, sy të trisht. Më morën me sy të mirë, të thrasin pedagogët për darkë në shtëpinë e tyre nuk është gjë thjesht. Okay. Sidomos për të huajt, të marrësh Vërtet. dikë që asë një, e ke taku thjesht një herë, ta futesh brenda shtëpisë tate, është shumë. Por që neve Pas ka qenë hiri i Zotit me ty, domethënë. po, unë kam pa goxha atje, edhe me studentë turq, ja kam kalu goxha mirë. Kisha një lloj respekti ndaj atyre, ndryshe nga grupi nga çunat e tjerë që kishin ato pakënaqësinë e veta studentë turq, për shkak të sjelljes këto. Unë nuk është se kisha shku për shive se unë vi nga Shqipëria, unë kam si më thënë edhe gjuhën popullore për të bërë tangëllik. Unë kisha shku për i qëllim. Do marroj diplomën time edhe do kthehem prapë vendin tim. Po. Kisha ndërmend për rast se lloj gjëje tjetër. Ajo që më bëri përshtypje në Turqi ishte që të rinjt atje ishin goxha shturur. Okej. Nuk kishin lidhje me atë çfarë më mësuar neve, qise këta janë turq, janë musliman të thek. Jo, atje kur ishte koha e muajit Ramazanit, ishte për çese avone që shiheta. Kur të marroj muajin Ramazan do iki të pim, se tani është muaji Ramazanit edhe nuk ikim dot që të pim. Edhe unë isha dali se kozë. Prit një minutë. Jo sikur spini alkol. Edhe ishte e lezetshme se ç'a vonin. Njëra nga lagje shkoten lagjen tjetër për të pirë që mos i shifnin. Ndryshonin, më thënë, lokacionin. Po, që vetëm si që mos i njifshin banorët e zonës, që këta nuk e pi alkool. Edhe interesante se është ndryshe nga ajo që portretizojnë. Po, është komplet gjë tjetër. Domethënë ne themi që jemi kështu, pastaj kur shkon ti njofësh, thonë nëse ne jemi kështu, po ne jemi edhe kështu. Pra nuk kanë një bazament, nuk janë stabil në atë që bëjnë. Paktën me jo të gjithë, paktën. Jo të gjithë, por nga biseda me një nga studentët turk, po më thoshte që nga pjesë, le themi nga Ankaraja deri në Stamboll, ata e kanë humbur këtë pjesën e besimit, nuk i intereso shumë për pjesën e besimit atyre. Po shkojmë pak a shumë si puna perëndimi që e humbi komplet fokusin janë të gjërave së botës, duan këto festat, gjërat. Jo që të kënaqi mishin, jo që të më kënaqi, po. Duan gjërat e mishit me pak fjalë. Kurse pjesa lindore pastaj, për shkak se është më afër lindjes mesme, janë më të prirur drejt muslimanizmit. Janë më të influencuar, po. Më strikt ndaj asaj. Po që e shifsha të pjesën e muslimanizmit edhe nga mesazhet kur vishin telefon se ati ishte gjë e çuditshme që unë se kisha parë ndonjë shtet tjetër që shteti aty komandote për çdo gjë. Që nga pjesa e telefonave, kur ti vendosje një SIM card, kishe kota përdorshe për rreth 4 muaj. Pas 4 muajsh o duhet të regjistroje telefonin në shtet, që do pagoje një vlerë diku tek 1000 euro, që ishte
të pagoj 1.000 euro dhe kur të dalë prap mos ta përdor më telefonin, ishte absurde. Ose do të bllokojej të SIM karti. Okay. Edhe do të vishin valët vetëm kur të largohej prej Turqie. Po shqyr arritëm E menaxhove situatën? E menaxhuam për këtë gjë, se ishte gjithë paniku, ishte si do ja bëjmë për internetin. Se aty ishte gjithë halli, se të shkosh në Stamboll, se ishim qytet diku 6 orë deri në 10 orë larg Stambollit. Edhe ishte qytet i vogël, pak a shumë po Gradeci, Korça. Po. Edhe gjithçka e kisha aty. Kurse në Stamboll i gjigant. Jo, në Stamboll humb. Stamboll vërtet humb. Humb dhe humb kështu fuqishëm. Edhe s'to del as koha. Edhe s'to del koha për pa asë dhe lloj gjëje, se i tërkon hik atje, hik këtej, edhe Mëso këtë bëj këtë shko këtu. Edhe transporti është kanë gjithë llojet e transporteve, po kur hypen autobusave këto është merr me vete. Është komplet merr, edhe detyrova kur hika pse në Stamboll që kisha problem se mu mbyll ditën e fundit. Që do vija. Ditën e fundit mu mbyll ajo, por u tregova më zot, kisha bërë pin vendit ku janë. A të mbyll telefonit ditën e fundit? Më ikën valët komplet. Telefonin arrija ta përdorja. Okej. Por Ose ishe val. Val s'kisha. Mi që mu bloku numri turk, po mu bloku edhe numri shqiptar. Mos. Do. S'përdorja dot asnjë. asnjë. Zgjidh tani mos na merr të zgjidh një të paktën. Pa në kisha marrë njërën, na leshe tjetrën. Por që i mori të dyja, edhe unë kisha shënë në këto vendet ku janë stacioni autobusi që të shoh për në aeroport, sa të kisha gjithë merakun, se të marrësh tramvajën për të shkuar në aeroport të Sabihaja, duhet merresh një 3-4 trena. Që të shkojë tjetër sistem, do nga si operojmë ne, tjetër sistem. Okay. Shumë e madh. Ndryshe aeroporti tjetër që kishte vetëm një që të çote direkt, por aty ishte problemi se nuk kishte linjë me Shqipërinë. Edhe kishte vetëm Sabihaja. Kështu që ti ishe detyruar të shkoje atje. Ishe detyruar, po. Edhe gjëja më absurde ishte që unë e kisha fleturimin në ora 1 të darkës. Do të thonë 1 të mëngjesit i bide. Unë jam nisur në ora 6 masditës. Jam nisur, kam marrë autobusin, kam meraku që mos për shkak se Stambolli ka shumë trafik. Nga sheshi Taksim që merrshin autobusat deri tek Sabihaja, jam nisur në ora 6, kam arritur në ora 10. Ke arritur në orën 10? 10. Domethënë pak a shumë është shkosh këtu e më shku poshtë në jug. Po. Është më shku në jug poshtë qytetet e tjera. Vetëm trafik. Vetëm edhe kjo ishte pjesa gati një 2 orë, kam ne vetëm, si më thon, më dal nga qendra deri tek parku. Nga Taksimi deri te ura Bosforit. Se ishte trafiku në maksimum, edhe nuk kaloje dot. Edhe do të rria vetëm të prisje dhe isha tërkon këtu shifsha orën që mos më hikën. Mos vonohem më shumë. Se kisha hallë se më mbyllte porta dhe aeroportet atje kam përshtypjen nuk janë kështu siç i kemi ne. Ky jon është i vogël. Atje. Ky është i mrekullueshëm. Kur shkon atje, ai atje është gjigant. Është gjigant edhe këtu do po humbin njerëzit, imagjino. Atje kishte edhe një gjë që më bëri çudi, se kishte kontrolle në çdo vend ku hyje. Si në shkollë, si në qendra tregtare, edhe në aeroport, ku është pjesa e kontrollit që bëhet në aeroport, u bote 2 herë. Një herë ku hyje në fillim, nuk e di pse, të kontrollonin ato fusja valiçën dhe vet, komplet, dhe pastaj vazhdoi dhe shkoja prapë te kontrolli tjetër për të bërë kontrollin e çfarë kanë valiçe, çantës e këto. Që isha, po pse duhet ta bëj 2 herë, po që okay, është nesër. Pra ka pas shumë gjëra të ndryshme nga çfarë jemi mësuar ne në përgjithësi, po. Shumë më ndryshe. Edhe po kur më than atëherë për Turqi, ishte ideja këtu, thash, okay, do ikë atje, nuk do marr shumë rroba me vete, se Turqia është e lirë. Do bleja ne, se gjithë malli që ne kemi këtu prej ande vjen. Po. Edhe do bëj qef, do ikë të shëtis. Do shoh. Po. Se gjëja para ku i takova një nga pedagogë që do bëja diplomën, më tha se do më tregonte çfarë do bënim, kur ai më tregon ca vende, mu shive tha. I tha shiko këtë vendi, që thon, po profesor, erdha për të bërë diplomën në vetë, jo për të shkuar për pushime. Pas ka qenë profesori papam. Ishin papam. Ishte shumë pa më thënë drejtën, sa që më shumë thoshin, ha, ke vizituar ndonjë vend? Se sa a ke punu me diplomën? Po.
E kur hika atje, hika me këtë iden, por përfundova që nuk ishte ajo. Ishte shumë Në shtrenjtë. fakt të bën të jesh minjoz Zotit për vendin ku jeton, për Shqipërinë. Po. Domethënë po Zot faleminderit që jemi kështu siç jemi, domethënë secili vend i ka ato dobësitë e veta, po në njerëzit mendojnë që hëse jashtë është më mirë, hëse jashtë po aspirojmë. Edhe në fakt kur shkojnë jashtë, jo vetëm që nuk dinë të adaptohen, Po. sepse sistemi jashtë është shumë ndryshe nga çemi ne këtu. E dihet. Turqia është deri diku në kulturë me ne. Ja, jemi të ngjashëm në jemi të kulturë, ngjashëm. por dhe të ndryshëm. Dhe të ndryshëm, ndërsa ti për shembull shkon sa vende të tjera që je duket si po ky nga ka ardhur. Dhe do të më thënë vërtet Perëndimit, po, janë nata me ditën më nuk do të kanë më lidhje. falenderoj Perëndis që kemi këtë mundësi që kemi këtu në Shqipëri, edhe më pëlqeu shumë ajo që thënë në fillim që ndonjëherë është thjesht mungesë orientime. Jo ndonjëherë, por shumicën e kohës është thjesht mungesë orientime. Një person që ka mbaruar shkollën, këtë shkollë që ke mbaruar ti, mund të ketë shumë më të ardhura zëm se një person që është futur në biznes dhe po përpiqet me gjithë zemrën e vet ta bëjë të funksionojë dhe nuk po funksionon, për shembull. Po. Edhe s'do të thotë domosdoshmërisht që nuk je i aftë në ato që bën, do të thotë që ndoshta thjesht ajo që nuk është për ty. Jo të gjitha gjërat janë për ty, për shembull. Edhe ti je këtu sot e po na tregon që është e mundur që të kesh një të ardhmë profesionale edhe me këtë profesion. Edhe Ke më shumë më thënë drejtën. edhe me këtë gjë diçka ndryshe. Po. Ana profesionit, pak në prindërit e mi thonë që zanat nuk flas herë pa bukë. Dhe më kollaj e ke të gjesh punë në zanat se sa pjesën e shkollës. Tani nuk po them që duhet të bëjmë shkollën, a? Po. Shkolla do të bërë. Po. Por që ne e mira është që edhe këta adoleshentët ti orientojnë dhe të dinë çfarë kanë pasion. Se që ideja ti do vazhdosh një shkollë, pa e ke pasion atë, se është ndryshe kur e ke pasion i futesh me zel, ndryshe kur nuk e ke pasion, thjesht do ta bësh se duhet ta bësh se. Po ose do ta bëj se duhet të gjeneroj financa. Do të gjeneroj financa. Po. Kurse me këto lloj degësh, paktën siç kam marruar unë, ke mundsinë si ndaç në pjesën e fabrikave të prodhimit të mobiljeve, ndaç edhe pjesën e dizajnit arkitekturës. Duke marrë parasysh edhe degën time që ka qenë duale për punim druni dhe interior design. Pra kishte mundësi të bëj të dyja deri diku. Po. Edhe zakonisht i kanë mundësit, se janë njohës të mirë të materialeve, aksesorëve, din ku duhet vendosen pajisjet, si duhen sistemu gjërat, ndryshe nga pjesa arkitektëve. Ato kanë orientim tjetër nga çkan një që është i zanatit pjesë të drurit, njeh materialin shumë mirë, dhe ka shumë më të thjeshtë edhe ecën më shumë, për shkak se i bën vet. Këto janë ato gjëra që shumica e të rinjve nuk i din. Fokusohen vetëm te këto degët që kanë marrë emër, por që ka degë të tjera që janë goxha më shumë fitimprurse se sa këto. Unë shoh për shembull shumë të paktën tani social media është bërë shumë ka influenca të tipit dhe shoh në një disa të rinj që me të vërtet duan të ndjekin një rrugë, po ndihen shumë në presion që kërkojnë dua ta ndjek të rrugën, po nga njëra anë pse s'po ndjek të tjetrën, ose dua të bëj lek, ose po duket sikur pastaj nuk po i bëj gjëra të mirë, po pastaj duket sikur uaj shoku im që fut për biznes po bën shumë lek. Edhe dua të them ndonjëherë që nuk po të shtyj që të mos të veprosh, nuk po të shtyj që të mos të shkosh lart e më lart, po të shtyj të mendosh që shif atë që do dhe nuk është çdo gjë ashtu siç duket. Ai personi që ti ndoshta po sheh që ka namin e lekëve e zëm në biznes, ti nuk e di, po ndoshta ai ka borxhe të papara, për shembull, që po e bën këtë të lekun që ka, sepse pra nuk është çdo gjë ashtu siç duket. Edhe jo çdo rrugë biznesi nuk është domosdoshmërisht për të gjithë e zëm, ose mjekësia nuk është domosdoshmërisht për të gjithë. Nuk është për të gjithë. Asnjë lloj dege nuk është për të gjithë. Secili ka prirjen e vet. Unë për shembull kam pjesën e prirjes së të përpunimit të drurit ose pjesën e sporteve që e kam me pasion që merrem, unë nuk kam përveç informacioneve që mund të kem disa në thonjza për shkak të shkollës, por unë nuk kam prirje për pjesën e ekonomisë. Po. Unë nuk ja kam aberin ekonomisë. Ose për mjekësinë, për mjekësinë e këto. Qose ti më ve përball
një ushtrim ose një çështje të ekonomisë, unë them na lale zëldita vegat. Po. Unë s'jam i kësaj dege. Dhe kjo nuk do të thotë që ti nuk je person, domethënë kjo nuk do të thotë që je, se po përdor pak shprehje, i paaft ose e paaft. Kjo do të thotë që thjesht kjo nuk është prirja ime. Unë mund të bëj diçka tjetër, nuk do të thotë që ti nuk je i zgjuar ose e zgjuar. Po. Do të thotë thjesht që unë mund të bëj diçka më mirë se kaq. Po. Nuk është e domosdoshme që të ndjek të rrugë që po ndjekin të gjithë. Dhe pastaj është kriju dhe kjo mendësia, nuk e di se ndoshta ti duke qenë se je më mund ta kesh pak të mendësi që jo, po këtë thon njerëzit që duan që na ngecin neve që të mos të kemi të ardhme të ndritur që ne të bëjmë punë normale, për shembull të bëhemi hidraulik ose të bëjmë mekanik, të bëjmë sa punë që njerëzit e konsiderojnë të rënda, flas për të rinjt gjithmonë. Dhe ndihen kështu sikur po e ngec dikush, kur në fakt jo, thjesht po përpiqemi që të tregojmë që ka gjëra shumë të ndryshme që mund të bësh. Nuk është e domosdoshme të bësh vetëm një gjë caktuar. Po, kjo pjesa e këtyre që thon kanë të frikën se i ngec diku ose jam nuk do gjen punë ose është i punë e rëndë. Tani çdo punë është e rëndë. Ndaç fizikisht, ndaç psikologjikisht. Por pjesa e punës në zanat ka të mirët e të këqijat e veta, nga që e keqja është të merr gjithkohën. Ti je gjithandej duke shkuar duke punuar, por në fund fare e mirë është se ti je i aftë. Ti në çdo lloj vendi të shkosh, ti e ke derën hapme. Ndaç vendin tënd, ndaç jashtë. Edhe kjo pjesa kur dëgjojnë dhe nga më të mëdhenjt e kanë hequr në kurriz për shkak se në atë kohë nuk ishte sistem që është sot. Po. Që investojnë. Nuk kanë gjëra ashtu siç funksionojnë sot. Po, nuk investojnë atëherë siç po investojnë tani në pjesën e zanateve, atëherë duhet ta vidhje ti. Kurse tani po ta jep shkolla. Edhe atëherë ishte komplet gjë tjetër dhe materiale nuk ishte dhe bëhen me improvizime me gjëra, kurse tani ti e ke mundsinë, ka kompani që kërkojnë që janë freelancera të kësaj fushë që bëjnë lidhjet me klientin. Ta janë të dy ndur në punë. Nëse të marrësh një nga këta në telefon, unë duhet merresh një bojaxhi për ty në shtëpinë, më bote një ditë një faqe. Jo 1 po 10. Një ditë më bote një faqe, një ditë e shifsha duke punuar te tjetër. E thosha, "Po valla, hecë më marrë, bëj se kam shumë punë ja bote." Që llogaritë di. Thjesht një profesion që për të rinj duket shumë kështu. Duket shumë, po pse këtë do bëj unë? Këtë do bëj unë, do bëjmë zhulun. Po paktën ai zhuli ty të jep të ardhurat e tua edhe di që është i punë që ti e bën me pastërti. Edhe nuk përzihesh me gjëra që është një punë e sigurt, a? Është e sigurt, po për çfarë është goxha. Sepse ata që janë duhet të kuptojmë se ndonjëherë i bëjmë gjërat më të bukura se ç'duken, ata që merren me biznes ose ata që janë avokat ose ato që janë ti nuk e di kur se çfarë njerëz që kanë të bëjnë ata. Edhe nuk e ke shumë në dorë ti saçi kanë në dorë personi që po vjen që ti po e takon. Ti mund të vi përballë një person që po ti ngadole dhe të hap një mal me telashe. Ndërsa ti po bën një punë të qetë, të mirë, të bukur, shkon te shtëpia jote në orar, shkon te familja jote, pa stres, pa presion. Hajde përjetoje tate, ke jetën tate, nuk përfshihesh me asnjë lloj gjëje tjetër, mjaftoj që atë punë që ta bësh, duhet ta bësh me pastërti. Duhet ta bësh siç duhet, se ka dhe nga ata zanaçin që e bën punën shkelë shko. Dhe un pak kam tek vendi ku punoja, që isha në profesion, ishin goxha të përgatit. Edhe un ka eksperiencë që kisha shkuar në ca vende, nuk kisha pa si ata. Ishin goxha të përgatit edhe nga ana e profesionale. Materialet që përdorshin ishin goxha të mira, edhe çunat ishin goxha, ne ku shkoshim për të punu, marroshim punimet që kishim përbërë dhe ne pastrojmë komplet hapësirën. Po. Në çdo gjë kishin pajisjet tona, fshesat tona, e ku fshesa korrendi që i merrshim me vete, marroshim komplet pastrimin aty dhe atëherë ikshim neve. Që ta lëshim shtëpinë siç e gjetëm, ashtu t'ja lëshim prapë. Edhe aty kam marrë një lloj eksperiencë tjetër pune. Shumë qartë. Shumë qartë. Në fakt ne tani këtë punë e bëjnë mamat ose gjyshet dhe thonë, "O kurizi, o mesi se u lodhëm", se si pastrojnë dot se nuk i ishin dot ato, për shembull kur lyen shtëpinë, parvazi poshtë, që është i tmerrshëm, dhe gjithmonë s'është problemi se do lajm shpinën, është problemi se do lajm parvazin. Si do ta lash ti parvazin?
Kështu që, po në fakt është e vërtetë që është një eksperiencë pune totalisht tjetër. Edhe duhet shihet si opsion, duhet shihen gjitha gjërat si opsion. Se nuk do të thotë domosdoshmërisht që po të ngeci me një vend, do të thotë që po t'japim një pikpamje tjetër që se edhe këtu ka lek, ka profesion, edhe këtu ke mundësi. Kështu që faleminderit shumë që ishe në studio sot me ne. Kënaqësi. E vlerësoj shumë, edhe faleminderit që na tregove pak nga eksperjenca jote, edhe na dhe mund të them edhe pak një botë tjetër që të rinjt shohin që ka edhe opsione të tjera. Sigurisht. Edhe me këto gjëra që ne kemi sot, me gjëra që ne kemi në dispozicion sot, nuk kemi pse të ngecim, në sensin që mund të bëjmë disa gjëra. Ke mundësi plot tani. Ndryshe nga më përpara, që ishin edhe tabut, tani nuk i intereson më njëri për tabut derisa ti fiton dhe është një punë që është e pastër, Janë rregull. janë rregull. Faleminderit shumë për kohën tënde sot. Shpresoj shumë që ta keni pëlqyer programin. Ne bashkë do të qejmë javës tjetër dhe shumë bekime.